Tash së më me bo aty dalime që ken me prit mirë, nuk se njën mirë. Vish më konë fart ju e mirë për shembull, i donë edhe rejat jo, pi bujnë si shoqe, nuset. Nuk bujnë dalime. E për para kanë bo, që ka u konë qik ta man që shduhet, nusjave qaj. E ju tash të trejat, po bujnë se fa, vish me bu se fa djali me nuse, le të bujnë që dojnë. S'po bujnë zo vjerat heq, të mshilin gojen, vish me pas djali mirë. Ndalni. Ja. Andrivan, a je vjerë? Jo, halo. Halo, a? Po. Hajdi shasa mash, a ki djallë? Djallë po. Hajdi shasa mash me ta vjen. Inshallah, Andrivan, qysh kime prit nusën e djallit? mirë. Si qiken. Si qikan? Po. Tash së më me bo aty dalime që ken me prit mirë, nuk se njën mirë. Vish më konë fart ju e mirë për shembull, i donë edhe u kry. E përmene që to shumë mirë, a bojnë dalim me vjerat, me qikat edhe me nusët? Jo, valla. Jo, Përgjithsi tash, po flasim. ja, tash to trejat jo, pi bujnë si shoqe, nuset. Nuk bujnë dalime. E për para kanë bo, që ka u konë qik ta man që shduhet, nusjave qajtë. Nësën si robë. Si robë. E ju tash to trejat, Sa u konë që ajo thjesht, qështë kanë trajtu ty, se nusët i kujt? unë jam konë si nuset e për para, me ndajt me tabake, me bo punt, mos me bo zo, Me tja purdra. po, me tja purna, e tash këtu trejat jo. Tash, unë e për veti, nesër më bo me nuse, besoj që e trajtoj si që kënë teme. A dhe sa ki pas shtirë vjerën. E pa e tash, ato jo në konë, ato i kanë pas ato adetet e veta, jo me tabake, jo me ndajt në komë, për para e në konë tjera. Mundishme pak. Mundim shumë, po. Po tash jo, tash të trejat, po bujnë se fa, vish me bu se fa djali me nuse, le të bujnë që dojnë. A dhe vajtë në moment marë shtirë keni pas si nuse të familja burit, në i moment. Të familja burit, valla, shtu, Pak ma i sikletë që po thëmë. ma e siklet shumë qashtu me ndajt me tabake në dorë. Disa ta pen longun, u duke me ndajt me tabake në dorë. Ose ju kanë ndodhë që nështë dhe kam të me ala. Ja. Kam dëgju shumë. Ja, ato jo, s'kena pas ato. Veç tash shoqër që ndrukunat, gjithkush pe ka lirinë e vetë. A është që ke ko ma e mirë? Për disa Me e gjëra? mirë, shumë me e mirë. Për martesa, po mendoj me kriju familje, me e mirë është. Tash vjerat pidojnë fëmijët e djallit. Qysh i ka desh dvegjel tash edhe të fëmijëve. Po janë ma të lezetshëm, zari kena bu do vjetë, e është lezet mi po. A duhet pa tjetër një qift me tu? Me, dhe më Bashkësi. Bashkësi. Jo, nuk është pa E ke tjetër. punu ti djallit të? Jo. Nesër martohet, ku ka qef, ai ka qef shpi, s'ka qef banes, në shpi, në gjëse dë në shpi që aty të une, kena të madhe, Sa mirë. kur dojnë. Shpejku nëse nuk ish jetu djalli me ty, kur të martohet? Ja, s'm kish pengu. Vi qëfë se ka qef, me ndajt aty, po, adin, jo me pajtimit, e që lypin me dalë, dika me banesa, dhe tjetër qka. Ato vjera që kanë dëshirë me do mos do me jetu, me nusën e Ja. Qa mendimi ki për ato? Ja, nuk bën ashtu, ata se kanë lirinë e vetë tash, s'munden mu buq shakona për para, tash i kanë cendit, janë ma ndryshe. A e ka obligim nusja djallit? Kujtes për prind e... Se ka obligim, po që është e mirë kujdeset. Se unë që e kom një nuset vlau, ta e kujdes për nonen, e ka lo, i ka e papat, shumë kujdes, si me pas nonen e vetë. E kështu që ato që dojnë, vazhdojnë, ato që s'dojnë. E përzi ka që shumë ka konflikte vjerë nusë, ko vetë punë të flasim. Kohët fundit s'ka, s'ka Ka punë gjoj konflikte. që ka shumë. Jo, këtu Disa vende, s'po po. pasëm i tash në qytete, vende të rurale. Andin andështa po, për pej, po thëmë, jo, të nati ka nuset si shoqe, doli me pi kafe bashk, shetitin bashk, blinë sende bashk, adin ka marrëveshje. A në që ka dhe gjelozi me zvjarës, nëse djali pak anon për kanusja. Po ndoshta mundet më konë, veç me qëtë ko ju, anë qëtë ko tash, s'u bojnë zo vjerat heq, të mshilin gojen, vish me pas djali mirë. Djalin mës me aprish ratin djalit,
Që ajo është sendi Kanë qenë më i mas mirë. shira, po më duket, në basë që po të regon vjerat atëhere. Atëre po, atëre jo në konë ndryshe. U duft nuk që me shtru sofrën e me që sofrën e mi prit misafirët, po të nge, keme fëmit vogël, keme të madhë, adin u duft të në konë me ndet me tabake. E tash jo, tash vjera i qetë vetë, nuk mësja kur do një qetë, kur do një vjera, adin jo me hongër e me qëto është, me shtru sofra, me që sofra. Jo, ndryshe tash është shumë më ndryshe. Sa të mungon qaj ko kur si ki pas atëhere, E që tash tash atëre, une e kum pas që atëre unë kum në bashkësi, e kum pas më ndryshe, po kum pas liri me dalë. Kum pas burin e shkollum, E po mirë kjo? po, jem dalë me shoqe, atë edhe në atë vakt jem dalë me shoqe. Ka qenë e letë atëhere? Po, nuk ka qenë, po tash që po mu këta të rritë, veç që nuk ka qenë për para. Une për vite e kum pas lirin me dalë, me shoqe, me dalë me burë, me dalë, kena shetit. Kështu që, A i kilo logari pashon ku do që kish ku? A ki pytë? ja, me pyt, për para, Po. jo, me burin i kom dreq punt, burim ka thonë shka, po shkoj që tu, shka, apo kuptan, e jo, me na ndalë kështu jo. Me na dalë edhe bashkë, mbromje, me shoqënime, të na vikendeve shkojshim në për te gurizi atje, me kingja, me viqa, me qërtu, me shoqëni. E pas ke shiju jetë? Po, e kom shiju. Ka beti që ka me rakë një jetë. Ja, heq kur gjusë më kam bet, veç e kom shiju deri maksimum. Po të në fond, më të Marko, një mesazh nuse edhe vjera, që ju kështë thonë një mesazh? Një mesazh vicë të shkojnë ma sa ma mirë, mos ti këqyrin, jo me buna une, jo se buna une. Kur ke gjurë për bashkët, ajo është sendi ma i miri. Trojtë zote. Faleminderit. Trojtë matë mirat.